në botën materialiste, jemi mësu që konceptet ose terminologjitë të caktuara ti sqarojmë prej këtij prizmi, ndërsa në aspektin e imanit, për shembull rrezik nuk është vetëm parja, ose ushqimi, pija, luksi, por rrezik është edhe imani, rrezik është edhe fjetja, rrezik është edhe fëmia i mirë, rrezik është edhe falënderimi e kështu me radhë. Po ashtu edhe në aspektin e imanit, sado që njeri shton falënderim me Allahut, Allahu shton mirësi ndaj tij. Qoftë në aspektin e nënshtrimit, ja lehtëson urdhnat me i kry, ja lehtëson ndalesat me u largu, ja lehtëson çdo çështje të jetës me e vepru. Ndaj na kur themi se Islami është zgjidhje, një mend është zgjidhje për çdo problem. Nëse qëndrohim në atë që Allahu na kërkon, në rubrinë ndaj tij dhe në shtrimin ndaj tij. Ndaj vëllai është thelbësore, nëse dojna mirësitë e imanit më ushtu, me qenë në krye temave tona falënderimin ndaj Allahut. Pse përveçoj mirësitë e imanit? Nëse flasëm në rrafshin e dunjas, nuk kishte diçka të veçantë pejgamberi alayhis salam prej begative të dunjas ndaj tjerëve. Jo, rrobat e tij nuk ishin veç se si të tjerëve, ushqimi ishte i thjeshtë, shtëpia ishte e thjeshtë dhe Zoti kur vdes nuk la prej dunjas diçka përveç se një shtag, një rrobë që e veshte edhe në i breg. Kishte gjithë pasuria dhe ai shtrati me thupra që i bëhej shtëpia e tij ushla, skuqej nga shpina e tij, skuqej nga dhimbjet që ja shkaktonte shtrati. Kishte e tëra ajo që kishte aspekti material që kishte Muhamedi alayhis salam. Ndaj na ne kthehemi se nëse Zoti na shton mirësitë na don, jo, nuk është censore. Ka mundësi që Zoti më dhanë dhe mos më dash, siç i ka dhënë faraonit, e Karunit, e njerëzve sot që shumë miliarda. Por besimtari din ta dalloj kur një mirësi është shpërblimi apo është sprov ose dënim për të. A din ta dalloj kjo çështë takon do të duhej. Do të duhej ta dalloj. Sa a din kjo çështë tjetër. Shpeshherë sot ngatërrohet çështja e mirësive vetëm në kategorizimin e asaj materiales. Ndaj na themi që sabahun sot që kemi falë në xhamat, kjo është mirësi prej tij dhe për këtë falenderojna. Drekën që e falëm e falenderojna. Ikindin e kështu me radhë në gjitha namazet ditore, edhe kjo është për mu falenderu. Pasi që Allah Azza wa Jall nëse dën me të futë në atë kategorinë e të shpërblynme, ta lehtëson nënshtrimin ndaj tij. Dhe nuk ka nënshtrim pa falenderim. E lidh çështjen e nënshtrimit me falenderim. Ma in shakartum la azidannakum. Nëse ju jeni falënderues, unë ju jap ju begatoj më shumë.